أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe ndëruar xhamati pranishëm, sot veçmo kemi përfillu me grumblu aktivitetin ton, angazhimet tona që kena pas për këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit. Dita 28 e Ramazanit, mas iftarit fillon nata e 29, teravia e fundit, nata e fundit e këtij Ramazani, nesër dita 29, dita e Arifes, në akşam përfundon Ramazani, nesër në akşam. Prej nesër në akşam fillon përgatitesh për Bajram. Cilët janë mësimet që na duhet mi marrë për këtë Ramazan? Para kësaj është shumë e rëndësishme me ditë na a i kena caktu vetës qëllime për këtë Ramazan? Çka du me mriune me këtë Ramazan? Apo galin kryesore që kemi na në fillim të Ramazanit, ka kena me thirë një iftar? Te kush kena me shku një iftar? Kjo është gjë e mirë, se me ftu një iftar dikend, e fiton se vapin agjerimi ti. Ama para se me shiku ka ka me thirë një iftar e ka me shku një iftar, na duhet me këshirë dosene tjera që janë me prioritet më të madh. Unë e zdesha mikrofon. Po, se po ushton. A ka dikush jashtë? Tamam. U kry. E tani, në Ramazan janë do gjona që kanë prioritet. Do i bi shkurt për me fillu me mrit e fundit. Takvalloku është qëllim i përmendur konkretisht si rezultat i agjërimit. Edhe une, edhe ti, duhet me kontrollu vetë vetën qa kemi mri na për takvallokut. Se takvalloku është pin 1 deri në 100. Nuk janë këtë një nivel. Andë ti mund është me pas 1% takvallok, bateria është low, në fund ama ka takvallok, mund është me thirë në thirje. Edhe ka takvallok 100%. Prej 1 deri në 100 janë 100 gradë. Andaj na nuk pretendojmë se me një Ramazan në arim 100%. Ama spaku të mundohemi që të arim një përgjigje më të lartë se ajo që kena pas. E tash është vakti na me fillu me marrë lapsin dorë dhe fletorën dhe me shiku ku kena mrina me takvallok. A i kena shtu pak, edhe ku e merë telefonin edhe vënon me mush, i e përngut. Edhe këshit, a u mush pak be? A një bolë ka na mush. Në më thonë, në qonë deri të stacionit tjetër. Edhe na du të më këshit tash zemrën tonë, a u mush me takvallok? Apo si ka nërë do adaptera që s'punojnë e kipo, e vënon ti telefon me mush, 5%, 5%. Ti një saat e manë mushe, su ka shtu heq. Edhe na 30 ditë Ramazan, 29 Ramazan, 5%, 5 ka metë. Kjo është defekt, nuk ka defekt. Ja adapteri zbon, ja telefoni zbon. Edhe nëse na fillim të Ramazanit, deri tash njëti kena me 5% baterinë, ose 5% takvallokun, diçka s'punon. Ja Ramazani ka fajet, që Ramazani sigurisht si ka fajet, ja na i kena fajet. A ka sabër me këtë ballë? Në komunikacion i ngatrum. Që sabrit, Ramazani, neve në ndodhë shpeshere, ketë edhe mu edhe i në komunikacion tash për Bajram njerëzit dalin me bresen edhe ngatërohen.
edhe bjerë burisë, sirenës. Ai nuk e përshpejton ecjen. Ama nervozën që e ka, e manifeston të i ra burisë. E thë sabrë, vëlla. Nuk e din ti punë e mje, po tamam, po ti pse i bjerë burisë, e bën zhurmë, nuk ecë keri, që ti ka me desa të largohet keri i pari, i dytë e kështë të mëra. Takvalluku është për të matë, se cili për neve. E dyta, sabri. Edhe sabri është njëtë, për 1 deri në 100. A fitove sabër ma shumë këtë Ramazan, se e kishe bukën për para se hajshe. E kishe ujnë për para se pishe. E kishe njësën që është ma e madhe se buka dhe ujë. E kishe duhanin për para se pishe. Se për duhan gjinë, ju e keni pa në iftar, as buka as ujë, ta kollin një cigare. E unë e thamë, logjika e shnosh është që buka e ujë të mojnë gjallë. Pa buke pa ujë vdes, e pa cigare nuk vdes. E si u bo puna që cigare me konë më rëndësishme se buka dhe ujë. Edhe ndër Ramazanin në mëson me bo sabër. Edhe në Ramazan mës me pi cigare, pa edhe mas Ramazanit me mujt me rallu fillimisht e pastaj me lonë edhe ma mirë. Se të bënë danë. Edhe ty edhe tjere që ki për rreth. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ramazanin e quajti shahru sabr. Muj i sabrit. Edhe në kam mësua dhe praktikisht si me ushtru sabrit. Nëse të shanë dikush, ose do në më grind me ty dikush, ti thuja ma gjerushëm, do më thonë mësja këthe me njëtën masë. Edhe ta shfund të mujit, duhet me matë, sa përqen e kemi sabrin, apo në ndodhe edhe me sabrin si me takvallukun. 5% e kemi shti, 5% ka metë. Edhe për këto arsye, besimtari nëse donë me kuptu praktikisht si e ka kalu këtë Ramazan, se na zakonisht themi edhe kjo është shumë e vërtet, jemi kënaqë në Ramazan. Edhe kjo është e vërtet. Po e kënaqshme është e përgjithshme. Për shembull, ti të merr dikush në punë, atë një punë shumë të mirë. Edhe ti thu, do thot, u kënaqë atë punu. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë. Ama në fund të muajit, ajo që të kënaqë më shumë është rroga, konkrete që ta jep. Nëse ti mbetesh veç me muhabet të mirë, punë të mirë, e në fund nuk i rrogë të mirë, shka thu, u mashtrova. Edhe në Ramazan nëse themi mirë, ama në fund paka s'dele mirë, rezultati s'dele mirë, i themi na, ajo kënaqësi është mashtrim. Na duhet me dalë, do më thonë, me rezultate konkrete. E treta është vizita e farefisit. E përmena pak me atë punë në iftarit, edhe vizitat e farefisit janë ibadet shumë i madh që fatkesisht kohën e fundit veç kanë fillu me u reduktu, mu zvoglu. Pse kjo? Pse njerëzit e kanë zëvendësu familjen me shoqëri. E para dhe dyta e kanë zëvendësu vizitën në për shtëpia me ndetjen në për kafe. Edhe normalisht kjo nuk është gjë e mirë. Ta është dikush ka mundësi me thonë, po ti se në nalbe këtë punë, kjo është trend. Zvarët shumë edhe pi neve, po është një frym. Na themi, po, është e vërtet se ndoshta na s'mundemi me nal krejt, ama nuk është normal ti mbajram me pa migjën tanë. Nuk është normal bajram me pa ti dajen tanë. Nuk është normal bajram me pa ti tezën tane. Me pa ti halën tane. Pse kjo s'është normal? Për shumë arsye, e para se rahmeti dhe bereqeti i Allahut qëndron në vizitat farefisnore. Ne kena borx fetar, po dhe fitim se vapesh. E para. E dyta, ajo që na ndodh shpesh kur na smuhet migja ose daja, ose tezja, ose halla, na mërzitemi, edhe mundohemi me shku me vizitu. Po, mas kësaj, ndron jetë migja, ose daja, tezja, ose halla, shkojmë na dhe kajmë. E unë i thamë, tash ti ka dalë, pse kanë?
A ke ngurbet me gjaj ata? Jo, valla, unë nga Zibaba i Serov. A ke në Turkia ja? Jo, valla, unë në Dijon a i në Serov, në Sever. E po si ka mundësi ti? Pse kanë t'ja s'ki pas mundësi me po? Jo, valla, kum pas mundësi me po, pas kum shku. E pse kanë tash? A i ki për një me këtë kajtë me në pe ki falsë? Apo kanë për halkit? Ti me konë që për një me të loton zemra dhe syri, ti se kishe lonë ditë pashku me po. I kishe një të kom të kry që themi na. E ta është të shkon të vorje kanë. Nuk është shumë e sinqert kjo. Mundët me konë edhe reale me të kajtë zemra dhe syri, ama ti të pas mundësin, me pas është gjallë, të pas mundësin, me shku me vizitu, të pas mundësin me bo dua për te, tash nuk ka rënd me kajtë. Kjo është meselja e tretë që na duhet me e kontrolu sa kena vizitu farefisin në Ramazan. Edhe sa o konë në listë të na kjo ibadet. Dhe sa përqind të këti ibadetit kena realizu. E katërta, puna e sadakas, puna e lemoshës, puna e bamirësis. Pre fillim të Ramazanit dhe në fund, Allah i madhëshëm neve në bën tërbije që me e detyru nefsin ton, egon ton, me kon dërdhon, me kon gjymert. Pse kjo vllazni? Se nefsi, ashtu e ka kriju Allah, e don pasurin shumë. Fëmija si fëmij, 1 vjet fëmija me i pas, kur gjos din, 5 muj, 6 muj me pas, kur gjos din, jepja parën e merë. Parën e din. As me folë s'din, as me urujt s'din, ama parën e din. Pse? Se Allahu Dhu Gjelal e tregon në Kur'an se dashnia ndaj pasurisë është fitrat, është e natyrshme. Wa innehu li hubbil khejri le shedid. Thotë Allahu Dhu Gjelal, ai me të vërtet shumë ashpër e don pasurin. Njeri, insani, me dashnit madhe e don pasurin. Edhe këtë e shojmë edhe na. Sa gëzohemi kur na japin, edhe sa mërzitemi kur duhet me dhonë. Kur të vjen faktura e madhe e rrymës shpejt, bela bot, kush e boni fakturë, kush i argjej, kush e sinali struja. Ama kur të vjen rroga, për shembull, nëse ke pas 30.000 denar, 50.000 denar rrogën, e të vjen 100.000, ti s'bën bela, s'bën po të herë, veç gëzosh edhe nuk e ndan gëzimin me ka kanë mshef, si ka thënë kërkujt. Ama fakturat e mdoja këtë dynjaja marrin vesh. Rrogat e mdoja, mshefe mos ta marrë vesh kërkosh. A e kundërta do të më thonë ti gëzimin ti për hape, i dhënimin më e për vete. Pse kjo? Sepse nefsi është ashtu i krijuar me e dash pasurin edhe grumlimin e pasurisë dhe me i pengu shpërndarje e pasurisë dhe dhënia e pasurisë. E tash në Ramazan, ky nefs, i cili i ka brenda vetes këto pasione, këto dëshira e lakmi, dobësohet me ibadet. Edhe fillon bëhet ma gjymert, bëhet ma dërdhon. Edhe dikush që është zakonisht koprat, çuditët me veten e vet, thot, shkam gjetbe, që këtë Ramazan e kum shlu dorës, ai precis, se shlon shumë, me mas. Ama në Ramazan i rshet dora. Edhe çuditë me vetveten, thot, shkam ndodhi mua. Ka ndodhur diçka që ti s'e ke prit. Po kjo është fuqia e agjërimit, është fuqia e Ramazanit, është fuqia e namazit me xhamat, është fuqia e duas, është fuqia e Kur'anit. Këtë kjo atmosferë ti të bën zemrëxhan. Edhe nuk e mendon se i ke pas 1.000 e tash i ki 900. I ke pas 10.000 tash i ki 9.000. Se mendon këtë punë. Ti thu elhamdulillah që arita me fitu nefsin tem e une me qunë vend një obligim. Qofta e zeqati i fitrave, qofta e zeqati i pasuris, po qofta e ndonjë lëmosh sadaka shtes. Ama kjo betej që ndodh me nefsin ton, duhet me na shoqëru vazhdimisht. E dini pse vllazni?
Se pa e pastru shpirtin ton nga lakmia dhe kopratësia, na nuk mujna me shpëtu. Edhe andaj Allahu Dhu Gjelal e ka bo zeqatin e fitrit, po edhe zeqatin shumicë e muslimanve me i dhon ka fundi Ramazanit. Edhe imani shtohet, edhe nefsi dobësohet, edhe ajo që jep sa ken fitrat si vjet, 300, 400, 500, 600. Edhe zakonisht njeri kur është para, në më thonë, paragonave, e mendon vetë, atë jap 300, atë jap 600. Sa është dallimi? 100%. Atë jap 300, atë jap 600. Edhe nefsi thot jepi 300. Se cilit, edhe mu, nefsi thot jepi 300. Ama nëse nefsi janë është dobësu me ibadet, e takvalloku është rrit me ibadet, atë të thëmë jepi 600. Pse? Unë e 5 vete jam shpi, për shembull, ka 600, 3.000 denar, 50 euro. I jap ama e garantoj një ibadet ka shtë madhë mësë me shku të Allahu me bira, me dobësi, agjërimin. Edhe garantoj që ky ibadet shkon të Allahu komplet. E unë jap 50 euro, ama fitoj miliarda. S'ka çmim agjërimi i plot që ta pagun Allahu Dhu Gjelal. E realisht Allahu s'ka nevojë as për ato 50 euro të mia, as tuja, as për 1.000 euro, as 5.000, as për 10.000, sa është Ghaniul Hamid, Allahu është i pasur, është i lavdëruari. Por qëllimi është që ato parë që të ka dhënë Allahu ty, këshire në bajram, mos t'jese dikush pa e gëzu bajramin me një sofër të bajramit. Që është qëllimi i fitrave. Edhe andaj në origjinë fitrat ndahen ushqim në origjinë. Pse se qëllimi ka qenë fukaraja që s'ka shka me hangër për bajram, ai me pas bajram edhe në sofër. Edhe kjo origjinë dhe thot është e bën dallimin mes zekatul fitrit edhe zekatit pasurisë. Se kjo është ushqim, a zekati i pasurisë është pasuri. A të jep çka dush, e pare, e jep mall, a këtë e jep ushqim, se qëllimi është bajram, ai me pas shka me hangër. Me gëzu bajramin, me sofrën e bajramit. Edhe kjo, thot Allahu Dhu Gjelal, wa men yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kush e mbron veten e tij nga kopratësia, ai ka shpëtu. Domthon, kopratësia kërkon një luftë me nefsin ton, që na me dobësu nefsin, me shtu takvallokun, e pastaj më bë dordhan dhe bujar. Çka ka tjetër me analizu? Puna e shoqërimit të Kur'anit. Në alhamdulillah, kjo xhami në veçanti është simboli më i bukur i Shkupit. Po edhe gjithë Maqedonisë, po edhe në Ballkan. Me hatmen që e bëjnë hafëzlart e nderuar. 10 hafëzlar, se cili këndon si bilbil, 2 faqe në ditë, gjithë ata këndojnë 20 faqe një gjus. Edhe xhamati e përcjell, edhe merr sevapin edhe të dëgjimit, po edhe të leximit të hatmes. E tash ti në Ramazan u shoqërove me Kur'an më shumë. 2 gjëra janë më rëndësi në këtë punë. E para, kush nuk din Kur'an me lezu. E se ka mësuar këtë Ramazan, më njëherë mas bajrami duhet me shku të hoxha me mësu Kur'an, me lezu. Më njëherë. Kjo është argument se ti e ki kuptu seriozisht në Ramazanin. Hiç s'ka mu vënu. Gjumon Ramazan, gjumon bajram, shtunën bajram, dilën hajde për tonën më njëherë të hoxha me shku. Me shku me mësu Kur'an. Më thuj s'muj. 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, këtë mujnë. Veç shejtani s'len me shku. Shko. E kena Hafiz Abdul Kerimin këtu, është mësus i mrekullueshëm, mësus model. Suksesi i tij shifet qartë. Po, ku dush ka funi fundin pësa? E dyta, që duhet me e bërë si mësim nga Ramazani, është që me e shoqëru Kur'anin edhe jashtë Ramazanit. Çdo ditë me lezu nga pak prej Kur'anit. A 1 faqe, a 2 faqe, a 5 faqe, a 10 faqe, ti vendose. Ama mos lejo me të ik asnjë ditë pa lezu Kur'an. Hiç. E dini çka na ndodh neve? Kur çomi pi xhumit, puna e parë çka bëjmë?
Shumica për nesh, mos tham ketë. Puna e parë e këshim telefonin. A kena në mesazh, a WhatsApp, a Viber, a në Facebook. Puna e parë. Edhe ti merë veç kontrolli i rrjeteve sociale, ti merë një 20 minuta, 25 minuta. E për 20 minuta, ti mund është me lexu 20 faqe. Kush lexon shpejt. Po 10 faqe sigur të i lexon, po mos 10-5 sigurisht i lexon. Edhe në vend se ta çelësh ti telefonin kur çosh me gjumit, musafin lënë te krija, edhe nise lexon një faqe, 2 faqe. Me nis ditën mas namazit sabat me Kur'an, do të e rrit bereqetin, bereqet mbi bereqet. Që është i bindur. Allahu Dhu Xhelal ka me të ashtu bereqetin jetë që ti ki muhabit, edhe në kohë, edhe në jetë, edhe në mall, edhe në kohë. Ta shtonë Allahu bereqetin habitesh, thupika, pi bereqetit Kur'anit. Pse se Allahu Dhu Xhelal tregon se Kur'ani është kitabun mubarak. Libri i bekum. E kur të lexosh ti librin e bekum, bekohet jeta jote. Tjetër, për gjërave që na duhet mi pasa kina fitu, puna e duas. Në kohën e syfirit dua, kohën e iftarit dua, gjatë ditës agjerimit dua. E kjo dua veç për Ramazana? Jo, duhesh vazhdimisht me të përcjell. Është ibadet i lehtë, ama i madh. Nuk kërkon për te përgatitje, ama jep shpërblim të madh. Çka ti kërkosh Allahu Dhu Xhelal, Allahu ta jep. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjë që muslimani e lut Allahun Dhu Xhelal, sigurisht se me atë lutje fiton njërin prej 3 gjërave. Ose Allahu i përgjigjet kërkesës së tij konkrete. Ose Allahu e mbron nga një të keqe që do i vinte, po për shkak duas që bëni, Allah e ruajti nga ajo keqe. Ose Allahu ja rezervon atij me shpërbly, me adhon çat kërkesë në xhennet. Do ti kur i ngrit durt, ti sup kur gjo. Ose ta jep çat që e lip, ose të ruan për një të keqe, ose ta rezervon në xhennet. Andaj, pse ti përton me të bëu dua? Kjo është pyetja. Pse neve s'na kujtohet me bëu dua? E keni vërejt për shembull, nëse imami e zgjat sejdën taravih ose namaz natë. 1 minutë, 2 minutë. I thu subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, edhe nalesh. Nuk shkon menja me bëu dua. An sejdë është njëra prej vendeve më të mira që duaja bëhet kabul. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid, ma afër Zotit është njeri kur është sejdë, fa akthiru fihi min ad-du'a, shtojnë duante. E ti i thu subhana rabbil ala edhe hupësh. Edhe kur thot imami Allahu Akbar, të kujtohet e isën bon asni dua. Ketëve në ndodhë kjo situatë. Pse në ndodhë? Për me kuptu se edhe me bo dua, Allahu duhet me të inspiru, ai duhet me të aqumenën me bo dua. Ande Omer radiallahu anhu çfarë theke, une nuk e kam gajlen e përgjigjes të duas, se moja të gajle hiq. Une e moj gajlen e bërjes dua. Këtë gajleme është, a do më kujtohet, a do më teket me bo dua. Se në momentin që kujtona me bo dua, përgjigja është e garantume. Atë gajle se moj. Kjo është mesele për meseleve që na duhet me mendua, me analizu sa kemi qenë afër duas në Ramazan, edhe si do kalojmë me duan jashtë Ramazanit. Tjetra, dhikri, përmendja Allahun Dhu Xhelal. Sa na kena bo dhikr në Ramazan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa Allah. Slip ko, slip mund, slip, nuk lodh. Ama pikpyetja është sa na kena bo dhikr. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, çdo ibadet që e bën besimtari, nëse ja shoqëron dhikrin, ja shonfishon sevapin. Pse është dhikri i tillë i lehtë, nuk ka kusht me pas abdes, nuk ka kusht me kon ka kibla, nuk ka kusht me kon qiyam, nuk ka kusht pse, sepse ti edhe agjerushëm, edhe thu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ti edhe në haqë të shkue,
të e bëhajgjën, thu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ti edhe namaz kur falësh, thu subhanallah, subhana rabbil adhim, subhana rabbil ala. Dhe këtë ibadetet që i bën, edhe në gjihad ku shkon, gjatë qëndrimit në llogar, gjatë qëndrimit në istikam, dash në roje, thot subhanallah, alhamdulillah. Thot ibadeti më i madh është ai ibadet që kur e bën e shoqëron me dhikr. Edhe dhikri, përmendja Allahut, është manifestim i dashurisë dhe mungesës që e ndjen për Allahun xhelal. Nevojën që ndjen për Allahun xhelal. Aq sa më shumë e don, aq më shumë e përmend. Në historinë arabe përmendet historia e Mejnunit edhe Lejlës. E keni një ndoshta së tregim, është edhe në gjuhën shqipe përkthym Mejnuni dhe Lejla, dhe në gjuhën turke, dhe në gjuhën perse. Amr ibn Qais ka pas emrin ai djali i cili është dashuruar në Lejlën, edhe përmendin dietar, domethënë ai aq shumë e doi ke Lejlën saqë ditë e natë veç Lejla theke. E kur e don njëri dikend, vazhdimisht e përmend. E nëse na e duam Allahun për një më, atë nuk nadet gjuha jonë të e përmend Allahun subhanahu wa taala. O vllazni, Ramazani është një shkollë e madhe që në fund të Ramazanit duhet me him provim. Edhe dikush për neve merr 5, dikush për neve merr 4, dikush për neve merr 3, dikush për neve merr 2 dopt, e dikush për neve merr 1, mjaftueshëm 1 dopt. Hinë del edhe me 1 ka procent. Shumica për neve, kur shkojmë shkollë, mbledhje prindore, mërzitemi nëse fëmijët e tonë i kanë notat e dopta. Po ka prind të rritë që kanë ngajle hiç. A e thot kalu se le tjetë, punë e madhe, 2, 3, 400 peshin se bëjnë mabet për para prindet e tonë, Allah i mëshiroft ata që kanë vdek, Allah i dhash imrësht ata që janë gjallë, e kishin ngajle, valla. Si më stash me 400 me 500, i vike i nati. Edhe shumë me vene kanë pas. Baballarët e sotit rafshë kanë dunjon. Ej, boll që shkon. Qysh be boll që shkon? Pa ja kote shkon. A shkon që të mësoje dhe mëson që morë notë, e të merë notë që të asose shkollën. Edhe në Ramazan kina hi shkollë. Filloj dita e parë, sot është dita e parafundit, nesër është dita e provimit. Se cilë për nevelet ullët, vetë në tavolin, të qese fletën, edhe në të njëse kështo shembujt e rezultatët të agjerimit. Takvallokun, 5, 4, 3, 2, 1. Ti jepja notën vetës. Sabri, njëjtë. Kurani, njëjtë. Namazi, njëjtë. Zjareti familjes, njëjtë. Sadakaja, njëjtë. Duaja, njëjtë. Dhikri, njëjtë. Salon, dolën 10 londë. 3, 4, 2, 5, 1, edhe ki notën mesatare. A ki me kalu me 2, a ki me kalu me 3, a ki me kalu me 5. Me gjithë se dalimi me së shkolle, edhe shkollës dynjas është se Allah i madhëshëm e ka rahmetin e madh edhe punët e vogla i rritë në shpërblim. A shkolla tona, si më s'ka më huja i arsimtari, profesori, ti ke meritu 3 e të e 2 plus. Ti e meriton 4 e të e 3 plus, 4 minus. A i mendon se ato të bëjë zullum, realisht motivon të i me mësu ma shumë nëse ti ki i natë. Nëse i e gjefshek, se ki i gale, e i thëj bolë që kom marrë 3 nëse kam gale ma shumë. Edhe unë e mendoj se kështu vllazni çdo vjet nëse e bëjmë, na e ndryshojmë veten tonë edhe përmirësojmë realisht, edhe bëhet Ramazani tamam një përjetim jo vetëm ambient i këndshëm i mirë shpirtënor, po bëhet edhe një transformim i vërtet, edhe ndryshim real në jetën tonë. Allahu na e pranoft agjërimin, na e fal gjunahet tona, i bëft kabul duat e tona. O vllazni sot jemi, Allahu e din kush ka me qenë mot me ne. E fundi Ramazanit na kujton edhe fundin e jetës. E kur t'i afrohet vdekja njerit, se cili njeri e shef para vetës noksa lëkët e veta, i shef mangësit e veta. Edhe atër e kap një entuziazëm dhe një vullnet ti kisha bo edhe që të punë që i kom lënë noksan, do isha më i qetë më rahat.
e pate mundësin, se bane. Tash mos ki mundësi të rej. Edhe kë Ramazan njëjtë, për qatë edhe muslimante e vërtet përmallohen se e patëm një mundësi shumë të mirë, shumë të madhe me fitu xhenetin, a pikë pyetje kush për neve ka fitu? Kush për neve ka dhënë hakin? Kush për neve ka dhënë me peshë? Kush të pengoj? Kurkush? Kush nari? Kurkush? As mushe, jo valla mushe. As keshe kushte, jo valla kesha. Po pse? Pse? Unë nuk më e kuptu, shkojnë në xhami, një atësi, një qeni, në drek. Diku shkon në xhami, tjetër rinë kafe, ose rinë në dyqan, ose rinë në udhë. Ki falet, a i s'falet. Po të shka e bo një dalimi, ki marë në xhami, a i mësë marë në xhami. Janë të nejtë, që është madhës, 4-5 vetë, a thirë e zoni, 2 vinë në xhami, ato rinë zvinë në xhami. Kush e nali atë? Kur kush e nali? Veç deshte e mardhë. E pra të thamë funi i Ramazanit, përveç kënaqësisë edhe të mirave në epë edhe një lloj nostalgjie edhe një malli, e pata një mundësi ku me ditë si e kam shfryzu, edhe dyta e pata një mundësi ku me ditë a më vjen përsëri. Allah na i falë mangësitë tona, na i falë dobësinë tonë, e na mëshiroft hallin tonë, inshallah taala, na i pranon adhurimet tona, walhamdulillahi rabbil alamin.